Psalmin 137. Atje ankesa dhe Lot në robëri. Atje pranë lumejve të Babilonis, rrinin ullur dhe qanin duke kujtuar Sionin. Mbi shtigjet e kësaj toke kishin varur çestet tona. Atje ata që na kishin quar në robëri na kërkonin fjalet e një këngë, po ata që na shtypnin kërkonin këngë gëzimi, duke thënë na këndoni një këngë të Sionit. Si mund të këndonim këngët e Zotit në një vend të huaj? Në rast se të harroj ty, o Jeruzalem, e harrof dora ime djath çdo shkathësi, mu lidh gjuha me qiellzën, në qoftë se nuk të kujtoj ty, në rast se nuk e vë Jeruzalemin për mbigëzimin tim më të madh. Mbaj mend, o Zot, bit e Edomit, që ditën e Jeruzalemit thonin: shkatërrojeni që nga themelet. O bie Babilonis, që duhet të shkatërrohesh, lumaj që do ta laj të keqen që na ke bërë. Lumaj që merr foshnjët e tua dhe i përplas kundër shkëmbit. Falenderojmë Zotin ton. Është një nga psalmet ose nga gjendjet shumë të këqija, më falni, që jetoj dhe përjetoj populli i Izraelit në atë kohë. Këtu me të drejt janë të dërguar në Babiloni, por si arriti një popull i tillë me të gjitha ato që kishte në favor të vet, me gjitha ato premtime të bukura nga Perëndia, me pranin e Perëndis në jetën e tij, si arriti në atë gjendje? E dini se cili ishte shkaku kryesor? Është jeta e tyre frymërore që kishin larguar nga Perëndia, ai popull që kishte provoja të bukura dhe eksperienca të bukura. Nuk ishte një popull që ishte fetar, që besonte në një fe, me kaq veprime që bënte Perëndia në to, me sigurinë se Perëndia është i vërtet, fjala e tij është e vërtet. Të gjitha këto i kishin, nga që nuk ju bindën urdhëri që ju jepte Zoti. Dhe cili ju ishte urdhëri? Gjithnjë ju a thoshte: hiqni nga mesi idhujt, hiqni nga zemra juaj. Këtë i thoshte popullit. Çfarë idhujsh? Dhe si mundet njeriu, akoma dhe sot, vëllezër dhe motra, si mundet një njeri besnik të jetë idhujtar? Mundet, patjetër. Nuk duhet të harrojmë atë që thot Gjoni në letrën e tij. Bi, ruani veten tuaj nga idhujt. Si bombë dëgjohet kjo. Jemi në dhjatën e re, njerëz të rilindur, jemi çliruar nga ato element, nga idhujt, i kemi heq nga jeta jonë. Të gjithë sa ishim njerëz fetar dikur, nuk ishte e mundur. Ma për çfarë idhuj flet sot? Dhe si vallë ato idhuj e detyruan ose e drejtuan atë popull në këtë gjendje që lexuam, të marrin udhën për në robëri, të ikun nga Jeruzalemi. Vallë, çfarë idhush janë ato?
Dhe si është prish kjo marrëdhënie me ta, sepse fatkeqësisht shpesh herë populli i Perëndis paraqet një figuracion të tillë, domethënë një fe akoma. Dhe mund të mos quhet sikur quhet, të mos them tani për besimet fetare, por një popull ku duhet të ketë për ditë dhe gjithë ditën lidhje me Perëndin, të përjetoj pra pranin e Perëndis, eksperienca të bukura, një Perëndi i pa fund, i pa humultueshëm dhe gjithmonë gati të na jap ato përvojat dhe eksperiencat në jetën tonë, don qoftë e mundur gjithë ditën të jetojmë në praninë e tij, veçanërisht nga që tani janë ditët e fundit dhe mesazhi i frymës të shenjtë, ky është vëllezër dhe motra. Të paret që japin përparësi që do t'i japë njeriu besnik ditës është lidhja e tij me Perëndin. Fjala e Perëndis thot, ose psalmisti thot, o Zot, ti je Perëndia im, nga mëngjesi të kërkoj. Dhe të shkojmë pak edhe më mbrapa, vjen dhe thot Davidi, thot, unë flej, por zemra ime është zgjuar. 24 orë, në 24 orëshin, njeriu besimtar, i krishteri, njeriu që e njeh, ka njohuri për krishterimin, duke ecur në një përparim frymëror çdo ditë dhe në një shejtarim të përditshëm, vjen dhe gjendet në lidhje të pandërprerë me atin qiellor dhe flet me Perëndin. Dhe jeton në praninë e Perëndis. Bëhet, që ta thot fjala bëhet, vëllezër dhe motra. Është e vështirë, nuk bëhet. Jo vetëm që bëhet, por është domosdoshme të bëhet në ne kjo. Janë ditët e fundit. E dini, ka shprehur një ankesë Perëndia, është shkruajtur tek Jeremia në kapitullin e 2. E përsëriti fryma e shenjtë. Më kujtohen, thot Perëndia, më kujtove, do më thënë, më kujtove. Më vin kujtimet për ty. Çfarë të kujtohet, o Zot? Të kujtohen mëkatet e mia, gabimet e mia. Çfarë të kujtohet, o Zot? Jo, thot. Ato mëkatet e tua, shkeljet e tua, paullësitë e tua i mora dhe i hodha në thellësitë e oqeaneve. Nuk i kujtoj dot më. Çfarë të kujtohet pra, o Zot? Më kujtohet mirësia ime ndaj teje. Në kohën e nusërisë, ditët e para, të kujtohen? Ditët e tua të para, ato ditë të mrekullueshme, ku vazhdove të njifesh me dhëndrin e panjohur i cili erdhi në jetën tënde. Erdhi dhe vazhdoi të zbulohet. Të zbuloj karakterin e tij. Dhe mbi të gjitha, dashurin kohore e cila që nga momenti i parë të zbulua. Sa shumë të donë dhëndri, sa shumë të donë Perëndia. Dhe për sa do të më doj dhëndri?
Mos vallë, do të kaloj koha, do të njolloset ajo dashuri, apo që të ndryshoj dashuria, mos ndodhët kjo. Apo mos vallë, do të paksohet dashuria ati, apo dikur do të më thot, deri këtu s'ka me. Por jo, do ke dashur të tit, deri në fund i deshi ato, ma për gjithmonë do të doj Perëndia. Tani pyetja vjen. Ti, unë, ti o popull i Perëndis, ne, për sa do ta duam? Çfarë vendimit kemi marrë në jetën tonë? Çfarë do që të bëhet? Nuk do të pushoj së të dashuri ty o Zot. Si do që të vinë gjërat në jetën time? Më shëron apo nuk më shëron? Më zgjidh apo nuk më zgjidh problemin? Unë të kam dashur o Perëndia im. Dhe kam për të dashur për gjithmonë o Zot. Sepse dua të jetoj në përjetësi me ty. Jam i vendosur për këtë. Kam marrë një vendim të qëndrueshëm. Ja kemi thënë, edhe unë ja kam thënë në fillim të besimit tim, i kam thënë o Zoti im, tani e tutje, asgjë të mos bësh në jetën time, me. Nuk e di se si do të vinë gjërat, por dua të më japësh forcën të të dua për gjithmonë, o Zot. Ja vlen. Je i drejt të marrësh dashurin time, o Zot. Nderin tim, lavdin tënde, je i drejt, o Zot. Ai popull pra, më falni, në atë që thoja për dashurin e rinore, dashurin e Perëndis, ku do të thotë se ti si nuse, nuk je në atë pozicion. Diçka ka ndodhur. U godit dashuria jote. Mos vallë e humbe besimin në mua. Nuk të dhash ndonjë të drejtë. S'na ka dhënë një të drejtë të tillë Perëndia, vëllezër dhe motra. Është i njëjti, dje, sot dhe në përjetësi. Dhe as nuk ka për të na dhënë kurrë të drejtën që ne ta dyshojmë atë. Ta dyshojmë për dashurinë e tij. Për planin që ka të na çojë në qiell. Ne si njerëz, në peshat e problemeve tona, as si njerëz të dobët që jemi, gjendemi në gjendje të tilla shpesh herë, humbasim besimin ton, dobësohemi frymërisht, por më e keqja kjo këtu, vëllezër dhe motra. Më e keqja kjo këtu. Një mesazh që dha Jozeu dhe Kalebi, tek ai popull i stërmunduar i cili ishte gati të hyjë në gjendje të vështira, ishte gati të hiqte dorë, të bënte mbrapsht të kthehej në Egjipt. Vetëm mos u largoni nga Zoti. Vetëm mos ik nga Krishti dhe nga kisha, vëlla dhe motër. Të gjitha të tjerat mund të ndodhin, edhe të biesh frymërisht, edhe të dobësohesh, edhe të skandalizohesh. Mund të ndodhin. Mos u largo nga Zoti. Mos e braktis betejën, vëlla dhe motër, të lutem. Mos ndalo së lundruari, vëlla dhe motër.
Mos e le humbjen e shpresës të zotëroj, do të ishte e pa drejt kjo. Mos e humb besimin tënd ndaj fytyrës të Zotit. S'kam për të lënë të ndohesh mbi forcën tënde. Dhe që ta kuptojmë këtë vëllezër, na mban në duart e tij Perëndia. Perëndia është me ne, vëllezër dhe motra. Ma si është me ne, unë bëj gabime, le të bësh, edhe unë bëj. Të gjithë bëjmë. Në shumë jemi fajtor të gjithë, thot Jakobi. Ma unë e mërzisi shpesher, e te i kalon Perëndia dhe këte s'ka problemet tilla. Kur mos e lër djallin të marr atë vegimin, atë sigurin, pranin që ke, se Perëndia ndaloj të jetë me ty. Të mohoj vetën e vetë nuk e bën, a i qëndron besnik. Nëse ne do të humbim besimin ton, kjo mund të ndodhë, thot Pali, dhe e shofim këtu. Se si pra ra ajo marrëdhënie me Perëndin e atij populli. Se si ai populli kishte vazhduar të ishte një popull fetar, ngjitej tek tempulli i Salomonit, do të thot me vonë fjala e Perëndis. E gjeti atë popull duke u ngjitur në tempullin e Salomonit, asnjë lidhje me Perëndin. Detyrimet frymërore shkonin në tempull, iknin sikur shkonin, ashtu dhe ktheheshin, asgjë nuk bëhen ata. Por vëllezër dhe motra, nuk duhet të jemi ashtu ne. Këtë darkë, asnjë gjë tipike nuk duhet të jetë në zemrat tona. Mund të bëhet në jetën tënde diçka që nuk është bërë vite, vëlla dhe motër. Sepse mund të bëhet një vizitë e Zotit sonte në zemrën tënde. Do të vizitoj. Nuk mohojmë asgjë. Nuk ka gjë të pamundur. Dhe as të kemi ato përshtypjet tona, qoftë për jetën tonë, le që nuk jemi vetëm. Ka shumë shembuj që në Bibël të njerëzve të frymëror, kolonat të besimit, të cilët në poshtë peshës të problemeve reaguan ashtu sikur se reaguan, por nuk u larguan nga Zoti. Elia nuk iku kurrë nga Zoti. U dobësua, pa tjetër. Bëre gabime bëri, po si nuk bëri. I humbi shpresën, u tremb. Po, por nuk u largua nga Zoti. Nuk e donte, dhe diçka që nuk e don, nuk bëhet, vëlla dhe motër. Nuk do të bëhet. Kam frikë se mos ki frikë. Nëse ke frikë, nuk do të pësosh asgjë. Nëse ke frikë se mos do të largohesh nga besimi, nuk do të ikësh kurrë, mos ki frikë. Dini, disa herë bëhet edhe kjo. Derisa një herë thash. Nga llogarit të gabuara, për shembull apostulli Pjetër, priti vallë në jetën e tij të bëhe e që u bë, e jo. Po kush e priste? As kërkush. Por ja që u bë. Çfarë drejtoi në një gjendje të tillë? Kjo, siguria në veten e vet. Tjetër të kesh besim tek Perëndia dhe të thuash o Zot, besoj se s'ke për të më lënë. Unë jam i dobët, po të më lësh nga duart e tua, humba, por besoj se s'ke për të më lënë. Dhe mosbindja e tij duke mos pranuar zërin e Perëndis në jetën e tij. Të gjithë, të kemi kujdes. Na flet Perëndia disa herë dhe nuk kuptojmë.
nuk duam ta pranojmë, mbas edhe nuk na pëlqen, dhe pastaj nuk e besojmë, por ajo që thot Perëndia do të bëhet patjetër, dhe Perëndia flet për çfarë arsye, vëllezër dhe motra? Arrin. Nxitohet të na arri. Dhe nëse ruhemi në jetën tonë, nuk është e mundur që të na ketë ndodhur diçka për të cilën të mos na ketë paralajmëruar Perëndia. Një fenomen i rrallë që të mos e njofësh. Na ka folur Perëndia për të gjitha. Nga vetë provoja ime personale u a them, por e besoj edhe ju e keni një dëshmi të tillë se Perëndia ja tha Pjetrit, ja tha. U a thoshte, këtu lexuam, u a thoshte Perëndia. Pjetrit i tha po. Pjetri tha. Zëri i Perëndis, vëllezër dhe motra, këtë natë, do të jetë një natë shumë e rrezikshme për ty. Do të përjetosh gjëra të vështira, sepse djalli kërkoi t'ju sit, sikur grurin, sikur millin. Dhe dëgjo Pjetër, unë që të dua dhe njoh zemrat e njerëzve dhe njoh gjithçka. Dhe e di se çfarë ka për të ndodhur në gjithë pjesën e ardhshme të jetës sate. Të them sot se u luta për ty, Pjetër, të mos mungoj besimi yt. Dhe kur, nuk thot në qoftë se, e din Zoti çfarë thot, por thot kur të kthehesh, ndihmoj edhe vëllezërit e tu me këtë provojën tënde që do të kesh, të bësh një shembull që të mos të ngjajnë me atë që bëre Pjetri, vëllezër dhe motra. Ku u bazua? Që bëri Pjetrin? Që të thot atë që ne thjesht e dëgjojmë, e lexojmë dhe themi, ma çfarë thua vëlla? Kujt i fole? U kthye tek Perëndia dhe i tha, e dini se kush është Perëndia? Perëndia që njeh gjithçka. Nuk e di se çfarë thua o Zot, por unë jam gati. Edhe në vdekje, edhe në zjarr, të bie për ty. Jam gati, jam i sigurt. Mirë nuk tha, jo as pak nuk e tha mirë. Çfarë do të thotë se je gati? Davidi thërret, vëllezër dhe motra. Shpirti im gjendet gjithmonë në rrezik, o Zot. Të gjithë jemi në rrezik. Për këtë arsye, çdo orë dhe moment kemi nevojën e pranisë të Perëndisë në jetën tonë. Po të kishte një zemër të lirë Pjetri atë darkë në dëgjimin dhe të mos ishte i prekur nga të gjitha ato që ka vetë menduar dhe ka ndërtuar një figuracion për vetën e tij, nuk është hipokrit. Ato që i thoshte i besonte, nuk është se ishte hipokrit. Po të ishte me zemër të lirë, në momentin që do t'ja thoshte Zoti, do t'i këputeshin gjunjët. Ma çfarë thua o Zot? Sepse ti je Perëndije. Ti din se si do të jetë nesër zemra ime, unë nuk e di. Ti e din hapin pasues. Çfarë the o Zot? Do të iku? Ku do të shkoj, domethënë, do të tradhtoj? Çfarë do të bëj? Do të mund t'i thoshte, do mund ta pyeste, çfarë do të ndodhe o Zot? Diçka do të ndodhe.
por nuk reagoj si kur duhet. Po të thoshte, o Zot, që të më flasësh kështu, diçka do të ndodhe, të lutem më thuaj, çfarë do të ndodh? Sepse është hapi pasues dhe Zoti gjithmonë ka zgjidhjen. Të ta them o Pjetër, që të vish me mua pastaj në Gjestimani, të gjunjëzohesh pranë mejet dhe të bësh betejën tënde personale dhe jo të ulesh atje dhe të flesh gjumë, por të luftosh. Po të kishte një pozicion të tillë në Gjestimani, vëllezër dhe motra, dhe të shkonte sikur erdhi tek Zoti, engjëll i Zotit dhe e përforcoi Zotin në lutjen e tij, kur lutej Krishti, dhe mbushte me praninë e Perëndis. Përpara së gjithash, do të kishte udhëzim nga Perëndia, që të mos e shtynte derën të hyje. Por nuk mori udhëzim. Nuk ja tha Perëndis, ja tha Gjonit. Dhe vuri që ta ndihmoj njeriu, i tha Gjonit, fol atje, thot, që ti njeh njerëzit, jo nga ana njerëzore, vëllezër, që të hyje atje ku ishte Jezusi, kur mos e shty një derë që s'ta ka hapur Zoti. Je përpara derës dhe është mbyllur. Çfarë bën? Jo, dua të hyj. U fut dhe u bë ajo që u bë me Pjetrin, atje ku tradhoi Jezusin 3 herë përpara se të këndoj gjeli. Vëllezër, këtu është paralajmëruar nga Zoti populli i Izraelit. Hiqi idhujt. Je një popull i lirë. Kështu të kam krijuar. Kështu të kam bërë. Ke të drejtën të rrosh i lirë në një jetë të bukur frymërore, i çliruar nga dëshirat, nga lakmit, nga dhejtarit dhe nga çfarëdo tjetër që e robëron njeriu. Por nuk dëgjoj. Dhe Perëndia çfarë bëri, vëllezër dhe motra? Perëndia na don. Nuk e la, nuk don, jo, nuk e la Zoti. Nuk heq idhujt nga zemra jote, do të nxjerrë unë nga idhujt. Oh, Zoti i madh. Nuk heq idhullin që ke, shtëpinë tënde, makinën tënde, nuk e di se çfarë ke, idhull në jetën tënde, punën tënde apo çfarë do të qoftë ajo, do të heqi unë nga ty. Sepse unë të dua. Dhe dua të të ndihmoj të çlirohesh. Dua të jesh një popull i lirë, ndërsa ti shkon dhe sklavërohesh. Shkon dhe robërohesh. Dhe lën një dëshirë dhe një zell të zotëroj. Dhe shkon drejt vdekjes ndërsa je i lirë. Shkon dhe robërohesh. Jeta e krishterë, vëllezër dhe motra, kur ta jetojmë, ashtu sikur thot fjala e Perëndis, është shijim. S'ka jetë më të bukur. Dhe nuk e themi thjesht, këta e shohim edhe tek fjala, sepse do të thot dikush. Na thua apostull Paul të gëzohemi, gëzohuni gjithnjë dhe përsëri gëzohuni dhe e bukur, pa tjetër. Derisa ke zgjidhur çështjen tënde ekonomike, shëndeti jot është mirë, familja jote është mirë, gjithçka të shkon mirë, ma thua të mos gëzohemi? A, kështu është, vëllezër dhe motra, kështu është. E dini se ku është dhe thot? E dim, në një burg është, Pali, që thot këte, në një burg të thellë, jo në një kolegj, po në një burg. Ka hëngër dru, ka një
sëmundje aftoanoso, si quhet, ku e mundon, ka një gjemb në mish, ai që ka dhuntit e shërimeve që shtrinte duart, prekte të tjerët dhe shëroheshin dhe ringjalleshin edhe të vdekur. Vallë, çfarë provet nuk kaloi ai njeri? Të gjithë e të nduan, të gjithë i afroheshin, edhe djalli akoma. Ai njeri dhe nuk e thot që të bëj përshtypje, por e përjeton këtë, kur e thot, gëzohu një vëllezër. Kemi gëzim, ke gëzim vëlla. Të thua mirë, i thua, por çfarë bëjmë? Me gëzim, çfarë gëzimi? Sepse nga një herë, Zot më zgjidh këtë problem që të kem gëzim. E bukur. Dhe kështu kur thohet njeriu, erdhe një herë dishepujt tek Zoti, duke u gëzuar, me kënaqësi të madhe, duke thënë, Zot, kemi gëzim të madh. Përse? Çfarë ka ndodhur? Edhe demonet na nënshtruan edhe ne sot. Akoma dhe demonet, fitore e madhe. Po, bukur. Dhe Zoti çfarë ju tha, vëllezër? Nuk ju tha bravo, o djema. Kjo është, të keni gëzim. Jo. Mos u gëzoni se edhe demonet ju nënshtruan juvet. Mos të gëzohem, por të mos jetë ai qëllimi im. Nga që more provimet dhe ishin të mira, nesër mund të mos jenë, ndryshojnë këto. Kam gëzim se fëmia im kaloi në shkollë në universitet, bukur. Një gëzim fizik është, jo për të dish diçka. Nesër kjo mund të bëhet edhe mërzi që të kërkoj për punë. Por të gëzoheni se emrat tuaj janë të shkruara në librin e jetës. Tani në mënyrë praktike, në darkë, populli Perëndis, vëlla dhe motër, gëzim i plot të jetë zemra jonë, ke jetë të përjetshme vëlla dhe motër. Dhe pak dhe mbarojnë të gjitha, do të kaloje jeta, do të kaloje. Sikur të kaloje, çfarë të bëjmë? Me gëzime, me mërzi, me vështirësi, me pikëllime, do të kalojë, por na pret qielli. E them çdo orë dhe moment këtë, që ta pranoj së pari unë vetë këtë, të pret qielli vëlla dhe motër, edhe pak, dhe vjen Zoti nga qielli të takohemi me te. E kemi një llaktar të tillë, e dëshirojmë, apo e thua çfarë po më ndodh, çfarë po thua vëlla. Uroj të na denjësoj Perëndia. Në të vërtetën, kjo nuk është edhe kullajt të bëhet, sepse japim provime, japim. Një shtat do t'ju them, por ka rëndësi, e kemi dëgjuar edhe herë tjera. Nëna një vëllai e moshuar, e rilindur, e pakzuar me frymën e shenjtë, u sëmur. 100 vjeçe gjysha. U sëmur dhe shkoi në spital. E vizitoi i biri dhe i thot, nani thot, Zoti të bëri hirën e ty, të shpëtoi bukur, tani përgatitu mbase nga momenti në moment bësh gati të ikesh. Amin, i thot. U bë vullneti i Perëndis. Ikën i biri dhe vjen nipi, djali të birit. Thot, o gjyshe, sikur të shoh 100 e sa vjeçe do të bësh në gojën tënde dhe në veshin e Perëndis, thot. Shikoni, nuk do të ikë të gjyshja. Do të thuash e ëmbël është jeta, e vërtet është. Po, por dikur do të mbaroje vëlla dhe motër. Dikur do të mbaroje, si do të bëhet kjo? Do të marrim këtë vendim. Le që shohim tani ftesa personale që
dhe nuk dua t'ju friksoj, por e tha Perëndia. Përpara rrëmbimit të kishës, duhet të bëhen shumë ftesa personale. Janë paragrafe ku nuk e di nëse ai kemi prekur, thot Pali, që të iku dhe të jem me Zotin tim, është shumë më e mirë për mua. Tani se çfarë të zgjedhi, nuk e di. Tani do të nxjerrim ne nga pozicioni i vështirë. Dua të qëndroj. Kështu vëllezër dhe motra. Në të vërtetën, në veprim këte, kemi përvoja të shumta dhe më kujtohet, kur kujtoja gjëra, njëherë në fillim të besimit tim, ashtu sikur se fillova me zel, me entuziazëm, them Zot, nuk rojun me për Krishti rën në mua. Nuk kam frikë asgjë. As vdekin se kam frikë, asgjë. Tani, po, bukur. Dhe shoh një ëndër në darkë. Me qoj Zoti për para varrit tim. Dhe dëgjova një zë nga lartë. Pra ishte një i farefisit tim që na ndiqte gjithmonë. Ishte i vështirë për ne. Dhe dëgjova, ta le të shtyjë të hedhet në varr. Jo, them o Zot. E shikoni vëllezër dhe motra. Uroj që Perëndia të na ndihmoj që të arrijm në atë stat frymëror, se nëse e përjetojmë këtë, edhe do ta shijojmë. Të shkëputemi nga bota, Këtu thot fjala Perëndis se i nxori Zoti dhe tani kanë marrë rrugën e vështirë, e keqe, udhën e robërisë. Shkojnë për në Babiloni dhe thojnë: në lumenjt e Babilonës kemi varur kitaret tona. O, sa momenti vështire, veçanarisht për atë njeri, për atë popull që ka përjetuar provojat të mrekullueshme me Zotin. Kjo lloj robërie është shumë e keqe për te. Është ajo robëri ku ju bëhet me të drejtë, domethënë janë të denjtë të shkojnë në robëri, sepse e dini mund të jetë ajo koma më e keqja që kemi përjetuar në rënjën tonë, në dobësinë tonë, na kërkuan thot ato që na morën në robëri, ja mendoni. Çfarë na thanë? Këndoni himnet e bukura që këndonit. Eja vllajim. Lavdi emrit tënd të shenjtë, o Perëndi gjithë pushtetshëm. Këndoj atë himn. Himnet që themi, ku uroj të kuptojmë se kjo është një pjesë e adhurimit të këndojmë himnet, të marrim pjesë, dhe ankesa tani. Të ishim aty afër dhe të shifnim se si mund të këndojmë himne në robëri në vend të huaj. Si të këndojmë himnet? Një vëlla një herë thot, e përfundimisht thot, u lodha. Çdo ditë në kish, me vëllezërit, predikime dhe këto, të shkoj thot të gjej ato shok që kisha dikur. Gjithnjë kish, dhe shkoj. Dhe sapo ul, mori zjarr karrika që ul në te. Vëllezër dhe motra, të kemi kujdes. Lum njeriu që e kontrollon Perëndia. Një zë brenda i thoshte, ç'punë ke ti këtu? Ma është ky vend më për ty? Ku duhet të ishe tani në këtë moment? Ja kujtohu pak. Nuk munda, tha, të rrime. Vazhdova të qaj dhe s'mund të qëndroja më as një minut. Unë ngrita dhe ika me vrap, shkova në kish, në vendin tënd vëlla dhe motër. Mos e le vendin tënd sepse është fron i Perëndis.
Vazhdova të qaj dhe them, Zot, mos më lejo her tjetër. Këtu dhe gjithmonë këtu, o Zot. Çfarëdo që të ndodh, do të kalosh me vëllezërit në kish, mos u largo kurr. Si të këndojmë imnet dhe diçka tjetër që të mbarojmë me këtë që na jep shpresë. Në qoftë se të harroj o Jeruzalem, s'kam për të harruar o Zot. S'kam për të harruar bekimet, ditët e bukura që kemi kaluar bashkë. Dakor, tani jam në një dobësi, tani jam në robëri. Jam në lument atje të robërisë, nuk mundem, por brenda me jetë nuk do ta lë të shuhet. Ai zjarr, ajo flak që dikur përjetoja dhe shijoja në kishën tënde, në praninë tënde, s'kam për të harruar Jeruzalem. S'kam për të harruar bekimin perëndin tim. Do të gjesh, o Zot, mënyrë që të më sjellësh përsëri. Mos u gëzo, o e djatha ime, edhe nëse kam rënë, përsëri do të ngrihem. Mos u gëzo, djallë. Kam një Perëndi i cili është gati të ndreq, të ndihmoj, që të vinë vete, që të hy përsëri në vendet e mia dhe jo në vendin e huaj, por në vendet e mia të bekimit dhe të gëzimit që na jep Zoti. Zoti të na bekoj. Amen.